Viti 2024 është shpallur si viti mbar kombëtar për festimet e 80 vjetorit të çlirimit të vendit, si dhe është ngritur një komision shtetëror për organizimin e festimeve gjithvjetore. Një gjë e tillë është vendosur një ditë më parë me një vendim të Këshillit të Ministrave dhe është bërë e ditur nga ministri mbrojtjes Niko Peleshi, i cili është edhe kryetari i komisionit të ngritur, që në përbërje të tij ka njësër ministrish dhe drejtorish, por edhe organizatat e veteranëve dhe ato të familjeve të dëshmorëve. Nuk do të jetë vetëm një ngjarje e datës 29 nëntor, por do të jetë përgjatë gjithë vitit, jo thjesht edhe vetëm evente festive, por edhe evente shkencore, hulumtime të ndryshme, si dhe evente që do të synojnë nxitjen edhe promovimin e dashurisë për atë dheun edhe patriotizmi, sidomos te brezat e rinj. Ky vit do të jetë një vit që do të integrojë shumë institucione dhe organizata përreth kësaj ngjarje që, siç e thash, nuk është thjesht ideja e festës, e festimeve, por për më tepër e hulumtimeve shkencore dhe nxitjen e patriotizmit. Pas këtij vendimi të Këshillit të Ministrave do të vijojë organizimi i punës në mënyrë që gjatë gjithë vitit në të gjithë vendin të ketë organizime festive, shkencore dhe hulumtuese në lidhje me 80 vjetorin e çlirimit të vendit.